Duhet përveç me u largu pak nga rrjetet sociale edhe me u lidh me trupin edhe mendjen tonë, duhet edhe me vallëzu për shkak se e ndresh krejt s'është disponimin edhe pastaj kemi edhe një pjesë ditës shumë atë mirë, mundemi me largu pak edhe atë stresin apo ankthën që mund të jemi duke e përjetuar në atë moment. E ne për vallëzimin, po ashtu edhe për shumë gjëra të tjera të cilat mundemi me i marr përmes vallëzimit, do të diskutojmë bashkë me Robert Nuhen, që është koreograf i vallëzimit modern, e tash e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Është e vërtetë që vallëzimi ndikon në disponimin tonë ajo? Patjetër. Unë mendoj që vallëzimi është një ndër format e shprehjes më origjinale në ashtu edhe më të sinqert njeriut. Pra mendoj që vallëzimi është një lloj rituali që e lidh njeriun me anën shpirtërore, pse jo? Po gjithsesi ka edhe të mirat edhe benefitet edhe të shëndetit, sigurisht, sepse mbi gjitha është përveç pjesës shpirtërore dhe artit në përgjithësi, është edhe një lloj edukimi i trupit. Pra është një lloj mirëmbajtje e trupit, kështu që patjetër. Do thotë edhe nga ana psiqike, por edhe nga ana fizike. Patjetër, po këto dyja besoj që pak a shumë bashkë shkojnë, kështu që. Ndihmon në heqjen e depresionit edhe ankth të depresionit, ndoshta me kalu një pjesë në fazë të stresit apo të ankthit. Po patjetër, unë si me thënë, i stimuloj gjithë njerëz me ata që punoj, po edhe nëpërmjet ekranit, pse jo që ta praktikojnë kërcimin, sepse mendoj që është një mjet shumë i rëndësishëm për me e heq qoftë edhe depresionin, qoftë edhe stresin, edhe ngarkesat e përditshme që i kemi, sot ka forma të ndryshme të kërcimit që e ndihmojnë një gjë të tillë. Faktikisht aktivitetet fizike janë pjesë të rëndësishme edhe të mjekësisë, kështu që në moment që është edhe aktivitet fizik, por edhe kësaj shtohet edhe pesha tjetër shpirtërore, mendoj që është shumë pozitive për secilin. A dim krejt me vallëzu apo veç duhet me u çu dhe me bëu disa aktivitet fizik, me i lujt pak dur të këmbë? Jo, unë mendoj, nuk po them që dim ose s'dim, sepse kjo është pastaj çështje krejt tjetër, po mendoj që secili prej njerëzve ka formën e vet shprehjes fizike. Pra, unë mendoj edhe besoj që secili me praktikimin e duhur mundet me u bë kërcimtar, pse jo. Ju po ashtu jeni një edhe kërcimtar edhe koreograf i vallëzimit modern. A mundeni me na tregu pak këtë vallëzimin modern? Çka ka dhe çysh po dallon prej tjerave? Secili lloj i kërcimit e ka formën e vet, historikun e vet. Unë merrem me kërcimin bashkëkohor, kryesisht, po në cilën sigurisht bën pjesë edhe modernizmi. Kërcimi modern ka lind prej disa pinjallëve të kërcimit që kanë qenë Martha Graham, e cilët, për shembull edhe Cunningham, të cilët e kanë kthy baletin klasik edhe kanë kthy në një lloj lirie më të madhe të shprehjes. Pastaj me kohën ka ardhur edhe kërcimi dhe eksplorime të tjera, që janë eksplorime më bashkëkohore, të cilave unë i përkas. Sigurisht ne trajtojmë tema të cilat janë tema aktuale, qoftë edhe të artit angazhuar drejt disa problematikave sociale të cilat ne i kemi, pra unë kryesisht kërcimin edhe pjesët e mia teatrale të dans teatër të cilat punoj, gjithmonë tentoj që përveç shprehjes artistike të kemi mundësi edhe të jap një kontribut sa të vogël në këtë artin e angazhuar, nëse mundemi me quajt. Edhe sa është e vështirë të marrësh pjesë në të dyat? Është e vështirë, sigurisht, duke qenë se sot është fest, por është dita botërore e vallëzimit, me të cilën shfrytëzoj rastin me uru gjithë artistëve dhe koreografëve dhe kërcimtarëve të cilët merren me këtë punë, po e shfrytëzoj edhe si moment për me i bë thirrje edhe institucioneve në shtet që të kenë më shumë kujdes ndaj edhe sigurisht të japin më shumë mbështetje ndaj skenës pavarur, sigurisht më shumë. Është e vështirë sepse tek ne mungojnë shumë gjëra, por që puna e përditshme dhe dëshira e madhe edhe vullneti dhe pasioni që kanë edhe tjerët me të cilët unë zakonisht punoj, na bën që na me vazhdu me tutje mos me u ndal. A është një numër i madh i kërcimtarëve në kontrast? Edhe çka ju mungon, çka saktësisht ku duhet me... Po ka probleme në vendin tonë, kryesisht s'po them vetëm këtu, po për fatkeq
ndoshta edhe në region. Për tek ne janë çështje elementare, pra ka mungesë sallave, ka mungesë të vendeve ku mund të shfaqim nivej për pra akoma se kemi as operën, as pra ka shumë gjëra që kemi mungesë. Diçka që na penalizon në shumë aspekte. Mirë po sigurisht nuk ka edhe përkraje në duhur institucionale, qoftë edhe financiare, për aktivitete ndryshme nëpër botë. Për shembull, unë kam trupën në Adens Titër, para një jave vetë se kemi pas një kërcimtar që është Enis Mulaku, ka qenë pjesëmarrës në një ndër workshopet më të rëndësishme në Rumani, që bëhet nga Moving Balkan. Një lëvizje shumë e rëndësishme për dancin bashkëkohor në Kosovë, që përkan edhe me ditën e kërcimit, kështu që. Po. Ndërsa aty ka shku vetë me financat të veta? Me financat në këtë rast e në çush është dashur me qenë? Jo, në fakt është dashur me pas përkraje në duhur Noa Dance Theater, se ne nuk e bëjmë për herë të parë këtë punë. Faktikisht kemi qu artist ndryshëm në gjithë Evropën, edhe unë vetë kam pas premiera në Izrael, Letoni, në Romani, në Itali. Po asnjëherë nuk kam pas mbështetjen e duhur as unë dhe as kompania nga institucionet që të vazhdojmë tutje dhe pse jo të bëhemi të barabartë me vendet tjera të Evropës, sepse nga pikpamja e talentit edhe asaj çka ofrojmë, unë mendoj që jemi shumë afër. Po mjafton me pas shtytjen e duhur. Ka gara cilat marrin kompeticione të ndryshme, cilat ju duhet me marrë pjesë edhe merrni pjesë. Na trego pak për këtë gjë? Po, ka gara të ndryshme, sigurisht ka ma shumë prezantime të një produktit caktuar në rrjetet të ndryshme ndërkombëtare që kanë të bëjnë edhe që eksplorojnë ma shumë në konceptet bashkëkohore, në të cilat ne kemi pas fat me marrë pjesë. Për shembull, unë tash kohën e fundit kisha shfaqjen pas luftës Kush jemi ne, me të cilën morëm pjesë në Paris edhe në Bruxelles, një prezantim ndërkombëtar, po që për fat keq prapë mungonte mbështetja nga institucionet tona. Kështu që po e shfrytëzoj këtë ditë feste thjesht me vu vëmendjen e caktuar dhe duhur për kërcimin, sepse sigurisht dinamika të jetës. Uroj, shpresoj. Këto fjalë që ju i tregoni. Meqense jemi në këtë ditë, na trego pak për ata të cilët duan që të bëhen një ditë si ju, duan të jenë kërcimtar dhe koreograf profesionist, të marrin pjesë në këto kompeticione të ndryshme. Çka duhet i nevojitet edhe këtë talente, po a ka nevojë edhe për punë në këtë pjesë? Po, pse kjo shprehje e famshme 1% talent, 99% punë. Vlen çdo herë. Po, faktikisht është e vërtetë. Pra, ka shumë njerëz që me punë e kanë arrit gjithçka dhe ka shumë njerëz që kanë qenë që unë i kam njoft, që kanë qenë shumë talentu, po për fat keq për mungesë të punës kryesisht e kanë lënë profesionin gjysmë. Ose nuk kanë depërtuar aty ku duhet me depërtu. Pra unë mendoj që nëse ke pasion në kërcimin, duhet punë e jashtëzakonshme, e përditshme, është sfidë pa diskutim, po gjithmonë ja del. Nëse punohet, nëse ke pasion edhe nëse ke dëshirë me u marrë me këtë punë, hapësirë dhe vend gjithmonë ka. Universi është shumë i madh, kështu që ka hapësirë për gjejmë vend për secilin. Edhe për djemë edhe për vajza. Po, njësoj. Nuk ka ndarje gjënie apo diçka e tilla. Jo. Edhe kush janë më të interesuar në këtë pjesë? Po ne nuk e di, ndoshta edhe për shkak disa paragjykimeve që mund të jenë, ma shumë janë vajzat sigurisht, po nuk është vetëm tek ne, pra në gjithë botën e vrejet kjo që dominanca e pjesës e anës gjinisë femërore. Mirë po pa preashtu edhe anën e gjinisë maskullore, pra është pak e lëvizshme kjo. Mirë po unë i bëj thirrje gjithëve që arti nuk njeh as gjini, as mosh, pra njeriu mjafton me pas vullnetin e duhur edhe me dashur atë punë, e nuk ka pikë rëndësie. Pra këto paragjykimet janë komplet gabume, edhe tek ne nuk ka mungesë të kërcimtarëve, faktikisht ne kemi shumë kërcimtarë. Ka edhe ekipe dhe grupe të ndryshme gjithandej Kosovës që punojnë në forca individuale, për cilët i përgëzoj edhe uroj. Edhe kemi e shoh që kjo pjesë nuk është problem, por duhet sigurisht, gjithçka ka një lloj
politike, nëse mundën me e quajt kushtimisht. Pra duhet punohet në suaza dhe në forca krejt institucionale që të stimulohet një diçka për të zhvillu. Pra tek ne duhet me punu lartë për me i stimulu dhe me i dhanë vullnet edhe të rive që me vazhdu me punu dhe mu marrë me këtë artë. Juve personalisht kush ju inspiroj, kush ju dha vullnet, me qënë se ju pëmundohen e të tjere të imbarin të motivuar? Unë kam pas fatin me njoft kërcimtarin fluturus shqiptar, që ka qenë Recep Çeliku, ka qenë një ndër kërcimtarët, po edhe njerëzit më të mirë që unë kam njoft, jo vetëm unë e di që në gjithë Shqipërinë edhe Kosovë dhe në ku shqiptarët flasin Shqip, Xhepin e kanë pas idol. Unë kam pas fat me taku me njoft edhe më ka përgadit personalisht për me qenë ky që jam sot. Pastaj fati tjetër është që kam taku Gjergj Prevazin, që është ish pedagogu jem, sot koleg shok shumë i mirë. Kam studiu në Tiranë, edhe atje kam zhvillu karierën tem, pastaj kam marrë në Kosovë. Jam mundu me dha kontributin tem, mundohem edhe sot sigurisht. Kemi hap degën e koreografisë të kolegja AB. Kam dhënë mësim për një kohë në Universitetin e Arteve në Tiranë. Kështu, sot jemi këtu. Ndërsa kur vjen puna tek universitetet publike, a ka një degë të tillë, do të funksionon një degë e tillë në Kosovë, jo? Jo, e di që kam pas edhe takim me pjesën e Universitetit të Arteve dhe po diskutohet që të hapet një gjë e tillë. Që unë e përgëzoj si dëshirë, si vullnet, sepse jam i bindur që do të ishte lëvizje jashtëzakonshme historike. Nëse Kosova do të kishte degën e koreografisë në Universitet Publik. Kjo jep edhe më tepër rëndësi besoj edhe punës që ju e bëni. Patjetër. Do thotë në momentin kur ka një drejtim të tillë për me studiu, do thotë nuk është veç diçka veç me lëviz dorë. Ka shumë më shumë në atë. Kam fjalën se para gjykime më të mëdha janë që duket që veç nuk po bëhet asgjë, do thotë ka më shumë atë. Nuk është thjesht veç një vallëzim i lirshëm. Jo, sigurisht, vallëzimi i lirshëm ose kërcimi është shprehje fizike, po koreografia është një koncept shumë i gjanë, edhe në varet çka kontekste e sheh. Po në aspektin akademik duhet thellim, duhet punë, është një laborator i përditshëm, që ti duhesh me qenë koherent me botën. Sigurisht ka koreograf autodidakt që provojnë me bë punë të tyne, po koreograf me akademi është shumë e rëndësishme sepse artin e dërgon edhe pjesën e artit të koreografisë, e dërgon në linjat cilat do të duhej faktikisht. Na tregoni pak për kompaninë, pastaj nga edhe ideja që me hap në unë. Unë kam qenë pjesë e Albania Dance Theater Company në Tiranë, edhe aty u inspirova faktikisht, sepse kishim shumë lëvizje, kishim shumë udhëtime, kishim shumë takime me njerëz, kishim të fushës me koreograf ndryshëm dhe vija në Kosovë dhe sigurisht shifja që nuk kemi një diçka tillë që eksploron sidomos në dans bashkëkohor dhe në dans teatër. E kështu në 2016 e kam fillu me disa aktorë, cilët i përshëndes, dhe pastaj duke vazhdu, e sot kemi një numër të konsiderueshëm të koreografëve, edhe aktorë, edhe kërcimtarë profesionistë cilët punojnë për ditë që ne me u prezentu, për shembull tash ta kemi një prezantim 23 maj në Festivalin Reja në Tiranë, një shfaqje që quhet Kameleon, dans teatër, komedi, e cila është drejtuar nga unë për koreografohet nga Lavdia Idrizi, aty luan Lavdia dhe Fikreti Miftari, një aktore e jona, e famshme, e cila jeton në Finland. Kështu që po vazhdojmë. Puna po vazhdojnë, do të thotë çdo ditë edhe po vazhdojmë, edhe ne jemi ata cilët patjetër duhet me dhonë edhe mbështetjen tonë në mënyrë që të shkojë edhe drejt institucioneve kjo pjesë, për ato cilat Roberta vetë se i diskutoi edhe në fillim të intervistës. Unë po kthehem po ashtu në fillim të intervistës për me diskutu për këtë ditë botërore, me tregu që nuk një mosh pra edhe vallëzimi, duhet me vallëzu edhe të rinjt edhe të moshuarit, për shkak që ndikon në disponimin tonë, me qënë se jemi në mëngjes, apo të nësojmë këtë? Po,
faktikisht vallëzimi nuk një mosh as në sidomos konceptet bashkëkohore, as në skenë profesionale. Pra ka kërcimtar të jashtëzakonshëm që e kanë qu vetën në limitet të kohës edhe të moshës të vet. Ka njerëz me mosh mbi 60 vjeç që kërcejnë dhe ofrojnë ata që ka munden me ofru në kohën dhe momentin ku ata gjindjen. Pra mosha nuk është aspekti që duhet pa. Jo. Sigurisht në pikpamjen e kërcimit akademik janë disa limite moshës, limite për shembull baleti klasik ka tjetër trajt, nuk është një moshë e caktuar në cilën ti mundesh me fillu dhe mundesh me përfundu, po në konceptet e sodit është pak më e çliruar nga kjo mendësia klasike. Kështu që kjo fest kanë lind pikërisht për këta. Më rikujtu njerëzve që vallëzimi është pjesë e jetës dhe secili ka shprehjen fizike origjinale mrena vetes, por mjafton ti me dashur. Shpreh edhe atë pjesën e brendshme. Po edhe unë mendoj që secili mundet me fol me trupin e vet në formën e vet dhe nuk duhet me u paragjyku as pak, por është gjua e trupit është gjua më e bukur që edhe më e sinqert. Po pa u sforcu, sigurisht. Se në moment që je i lirë, sigurisht që nuk sforcuosh. Unë për vete kam po edhe këtu ditëve të fundit një trend në TikTok me bu një dridhje të trupit për shkak që e ndres disponimin edhe e hes stresin. Edhe unë veç tu i po disponohem, e lirë më me e praktiku dhe tëtë. Paramendojnë një çfarë efektit mirë ka. Një lëvizje e trupit herët në mëngjes, pse jo do të ndikoj edhe në pjesën tjetër të ditës, me largu krejt stresin edhe angsthin, por që me pas një ndikim tjetër edhe matë madh, pa tjetër që duhet me praktiku më shpesh edhe me pas edhe një hurit të tjera. Robert, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për këto informata. Uroj që ta keni një ditë sa më të mirë, një vit sa më të mbar po ashtu, me aktivitetet cilat ju jeni angazhuar, për në anën tjetër plotësoni gjitha këto kërkesa që ju i theksuat. Faleminderit shumë. Ne tani do të kalojmë që nëse përmendëm edhe përgatitjen fizike